Sot është dita e grave edhe gjithka shen lule, dhurata, çokolada, postime nëpër Instagram e Facebook e krejt janë rana. Jo lulet, e jo postimet. Se gratë sinqerisht gëzohen. Po, ran është pasqyrimi. Çka e pasqyron kjo ditë? E për një ditë, na sot bëhem kishe barazimi i gjinive në Kosovë ekziston. Bëhem thute gratë sinqerisht vlerësohen. Veprojmë thute janë sinqerisht vlerat tona në Kosovë. Bëhem se thute gjithçka është okej. Jem të knaq qysh është të na shku jeta në Kosovë si femën. A nestra pet i kthejem realitetit. Na në Kosovë i dojna këtë ditë shumë. Shen Valentine, dita e nonave, e grave, edhe dita e tjera. Po krejt e kanë një send përbashkt. Tana jem bon për më ta hek vëmendjen pe problemeve reale që ekzistojnë mes gjinive në Kosovë. E me qëti ty me shiju një iluzion që o pasqyru në media tona për gjinin ton, me rajt vetë. Edhe e kini çokoladë një par lule. Me shiju një iluzion se ti je okej, se ti si femën je e barabart me burra, se je e vlerësume, e nderume, e dashne e mbrojtje pej burrave në jetën tonë. Që të ditë janë kriju për me rifokusu vëmendjen tonë ndaj një narrative se i konvenon burrave edhe sistemit në Kosovë, cili është e krijuar prej burrave. Të veç me këshyrë sa shumë o komercializu kjo festë ose generalisht festat e grave, është ashiqare se nuk është i konvenu grave, se mi konvenu grave kjo ditë, i shkon një ditë që na kish shërby neve, e jo na apet me shërby juve. A si gjithë ka në përbot, kjo ditë përdoret për me thonë qëre bre, edhe na juve ju vlerësojme, ju dojme, ju nderojmë. Thute keni nevojë një ditë në vetë për me vërtetu se nuk jeni të na shfrytzu. Okej. Për na më konë sinqerisht barabart në jetën ditore, na s'kishim pas çaq dallimet mëdha prej pritshmërisë që e kena për gra e pritshmërisë që e kena ndaj burrave. Ose pasojat që e presin gratë nëse na i anashkalojmë do rregulla shoqënisë tonë, kur të krahason me pasojat e burrave për sendin e njëjtë. Nuk është se mundesh më thonë jem barabart në shumë të aspekte. Prej grave presim shumë ma shumë. Pritshmëritë janë tepër të nalta. Më kon grua e mirë, nonë e mirë, motër e mirë, çike e mirë, re e mirë, nuse e mirë, më bo buk që shduhet, me hodok gjithë e re e mirë e bukur, nejt vetit gati, më kon një gru e moralshme me integritet, më janë njek pritshmëritë edhe sociale rreth familjeve. Do më thonë, mas më na mor ftyrën. Nisa na harrova, edhe më punu se ka ole se në ekonominë të sodit nuk është më thujazi e mundshme me majt burri një familje. A njëtën ko, mos gaba më këshyr qëtër ka, po këshyr e veç burrin tën e mos gaba më lakmun sen e tjera, se nuk takon. Në qatë moment, se unë e bëj diçka gabim, reputacioni jam si femen është në laq, shkon për ufla. Unë e kom pasoja si gru, shumë të mlaja, nëse unë e bëjnë një sen jashta rregullave sociale në Kosovë. A kur t'i këshyrim burrat, është shumë ndryshe pritshmëria. I kem pritshmëri do shumë ofert njëjta, se më thonë më kom burri mirë, vllai mirë, babi mirë, djali mirë, dhonëri mirë, po ma i madhi dallim është se te burrat e kem një farë hapësirë për mirë kuptim e gabim, e pajtohen me shumë sene. A i ka bo paret në mënyrë ilegale, hajtë se toni bën pak në zezën, pak a ne. A i shkojnë sytë kërët e gra tjera, hajtë qa më bo, se burrat janë qishtë, burrat janë burra, syni i shkan, kërësorja më këthy apet në shpe. Shumë interesant se kem qatë shumë mirë kuptim për burrat e Kosovës, nëse i bojnë do gabime se s'ja kishim fal grave kur. Ate burrat, okej. E mos më thoni s'është e vërtet se krejt ato villa që ekzistojnë nuk janë bo për gra, okej? Po janë bo për burra. E tash mos më pyetni me kanë shkon burrat atë nëse shkojnë me gra. Kjo është mohabet për një laf tjetër. Ose një bab që nuk angazhohet me fëmijë, me familje, hajtë se nuk është edhe përgjegjësia e tij kryesore. Qësh nuk është përgjegjësia e tij kryesore, ai është baba, unë sikur mur pe kushis. Herë kur shoh që so vepra e fjalë, mendime njerëzve në Kosovë, si më përshtim po edhe në përkatune, thëm, po ndoket burrat nuk jenë të vreje se nuk jemo në atë kohë ku gratë do të 100% gjithë qysh me u martu me dikant për më mbijetu. Ajo kohë ka kalu, nuk jemo në atë pikë. Lese s'është nevojë më martu, dhe nuk është më qaq katastrofale, më nda prej burrit. Nëse na nuk jem knaqta e klumtër në martes, nuk është më qaq problematike më nda. Nuk është se ta kem bërç më nejt e më duru. Koha ku të qenë prej fjalëve të hakut, sidomos për gjeneratën teme të poshtë, o kry. Nuk ekziston më. Kështu se nëse ti si burr je të shpresu në presimin e traditave, e pritshmëritë e shoqënisë tonë për më mbet në lidhje me një gru, ti ka shumë larg e realiteti.
nuk është mos ashtu. Jem shumë avancu. E nëse ti si burr sinqerisht do më konkuru thujazi me burr tjerë që sinqerisht dojnë më bo partner, dojnë më bo bab, dojnë më kon aktive në lidhje romantike dhe më kon një që sillet me respekt e me dinjitete që na rrin gati, që na don të mirën. Për çdo ditë, jo vetëm një ditë në vet, do të më kfjell pak, do të më kfjella. Se nuk je veç ti. Faktikisht ekzistojnë shumë burra të mirë që e din nuk jetohet mos ashtu. Janë shumë burra që sinqerisht çdo ditë e kanë për qëllim ja lehtësu jetën gruas, m'ja përmirësu jetën shoqes ose femnës. Janë burra që sinqerisht mundohen me bërë të lumtur për çdo ditë. E jo veç për Shën Valentin a për ditë nonave, ditë grave. Edhe s'është më rëndësi a je në lidhje se një vit a një muj ase 20 vjet. Gjithka ka ma mirë. Është letë më gjetë ma mirë. Sidomos kur qenë gjendje me financu jetën tonë si femën, nuk jemi ngusht për një burr, na nuk rrim më për kushte, na kushtet i bëjmë vetë, më dash. Kështu se nëse nuk konkurroni si burra më për kushte, për çka konkurroni? Sakt, për sjellje, për dije, për dashni, për butësi, për të mirën që na don ose s'na don. Kështu se më mligu mu ja nis më kfjell para se gruaja jote e vërtet tën ose shoqja se ajo sinqerisht e merr tën diçka më të mirë, dikon më të mirë. E si mos të fol për kushte, se na edhe pajtohemi me kushtet këqija kur sinqerisht e duam dikon. Kështu se mos ja nisim me arsëtime, po tani ja kom bo. S'ja ke bo, nuk ja ke bo, se ajo më kon e rahatshme shpirtërisht nga teje, nuk kishin shku as me te as sy tjetër ka, as trupi tjetër ka. E unë tërsimart për me orrejt krejt burrat, se faktikisht unë mendoj nuk ka dhurat më të mirë për gra heteroseksuale, se një burr që sinqerisht ja don të mirën, që don me pa të buzëqesh për çdo ditë, se don m'ja bo hizmetin e nuk priton e mirret me gruan e vet, me familjen e vet, e nuk priton m'ja bo hizmetin. Edhe që nuk priton me përmbush përgjegjësitë e veta si burr, si bab, si djalë, si dhonër, a në Kosovë, sidomos në Prishtinë, që kom bëhet që kom një jem shumë larg këtij ideali. Në vend se me balancu na pritshmëri që e kem ndaj grave, ndaj burrave, na e kena normalizu me braktis vete na si femën vazhdimisht për të mirën të përgjithësisë të familjes. A për burrin e kena normalizu pak si jetën me vazhdu si beqar, prej fillimet e kur mos më ndryshu, veç me njek qefit vet. Pavarësisht statusit e tij romantik. Ku mund është me thonë kësaj, barazim, a drejtësi. Unë personalisht nuk kam nevojë në ditë për m'ja kujtu vetet se sa të vlerëshme janë gratë, e sa shumë kontribuojnë për të mirën e shoqënisë tonë. A burrat po, burrat kanë nevojë m'ja kujtu se e harrojnë, e kanë normalizu na me harru vetë non-stop, për shkak edhe i vjen aty në shumë lehtë me harru. Nuk është nevoja kërkosh m'ja kujtu mu vlerën e nonës e motrës e shoqeve të mia, se e shoh për çdo ditë, e shoh vlerën e kontributën e tyre. E na si femna në Kosovë besoj se më mi thonë këtë sen në kolektiv, na shumë mi tutën pasojas nëse nuk i njekim këto sene. Për gra ka shumë pasojë, mos më kon grua e mirë, se sa ka pasojë për burra, mos më kon burri mirë. Na më gabu është shumë më rënd se më gabu burre, ama nuk është fair që ka qaq pasojë të madhe për neve, e asnjë pasojë thujose, asnjë pasojë për burra. E unë tash po them me janis mi urrej krejt burrat e për lirin që ja keni bo vetit, shumë nice, okay, po them me kriju një farë balance për neve dëve, për dë gjinit. Normal që qëllimi nuk është mja nismi urrejt burrat e mja hek lirin edhe drejtësia të burrave, mja hek krejt grave. Qëllimi qaj nuk është. Qëllimi është balance. Po, balance sot për sot në Kosovë nuk ka, e as në Prishtinë, as në Katon, as kërka heq. Kështu se mos harrani veten me një fest si sot, ku krejt paraqiten se krejt është fajn, në rregull e do lula neve në shtim më buzëqesh, kur realiteti është totalisht ndryshe. E mos e mbështetni në iluzion me postime, me sane, me buzëqeshje, me faleminderit gruaja jeme, vërc. Kur e din se nesër apet i sillesh me fjale me gjë se çysh je kon edhe përpara. Mja ditë për një ditë sa nuk është, nuk ka pik vlere kur nuk ja din konstant, kur nuk ja din në përgjithësi për çdo ditë. Unë tash i them mi për lula, mi thon faleminderit për çdo ditë, po generalisht shihet në vepra, a je burr i mirë se ja din vlerën gruas tone, e shoqes tone, a nuk ja din. Shihet në vepra të vogla. Tash mund duket jem ti pa krejt komentet të vëz, pa ti jo rrim burrat e nas jem ashtoja. A din kush preket e kush komenton? Vetëm ata burra se e din se s'janë burrat mirë. Se një burr i mirë, një burr që është i sjellshëm e që ja din gruas se sillet mirë me ta, e ja kthen me të mirë në stop sa herë do që mundet, ai nuk preket me fjalëve të mia, se ai e din, ai nuk është çasi tipi. Ai nuk preket me fjalëve të mia. Po vetëm burrat këqij preken, se burrat e këqij
Nuk ja kona fjalë direkte, nuk ja kona gjykimin tem, për që tha. Nëse ti komenton diçka, dije se ti garant 100% pa pas nevojë më të njoftë hiç, je burr i keq. Sipas gjykimit tem, e vlerave të mia që unë e kisha gjyku. A më kam burr i mirë? Unë e di se ti pajtohesh me fjalët mia, 100% pajtohesh. Po nashta ti je dikon mes, thu, a din çka, nashta për një më mos sill më mirë, e më kon ma falendërues, e më kon një burr më i mirë, jo veç ndaj gruaje, po edhe ndaj fëmijëve, nashta ndaj nonën, ndaj motrave, nashta më kon generalisht burr më i mirë për krejt femrat në jetën tënde, e jo veç për nonën e për gruan. Nashta që ky mund të më kon moment për ty, ku ti vetë disohesh e thu, hey, jam i gatshëm me ngrit vetë veten, mu arrit një nivel burnore pak më lart. E di që e ki në vete, okay? E di, po m'duket më të po të lullzu, sidomos se është pranverë. O shanca shumë nice që thash, ja nis me u përmesu si burr. E po krejt ata që duhen me u përmesu si gra, si burra, sot i kam një detyrë. Një detyrë për gra e një detyrë për burra. Për gra, detyra është çdo herë se na jena mësu me harru vetveten, non stop me këshir tjerët, e më mirë me tjerë në vend se pak më shumë me vetveten e me këshir të mirën tonë. Kështu se detyra jote është çdo herë që ty të shkon menja, a ka hunger burri bë, a o fëmia mirë, a o lodh burri prej pune, a nashta ka nevojë më pushu. Merr atë pyetje edhe ndro e drejt ndaj vetvetes, e thuj, a kom hunger unë sot buk, a ma ka kojt mu bukën sot, a jëm lodh unë sot me krejt ato pune, ato përgjithësi që unë e kom mirë mbajt si nonë si gru, a jën mbush nevojat e mia sot, a nina unë e rahatshme, a jem unë sot dhe përshushme. Pyete vetveten, a mu kam përmbush nevojat e mia, a nina unë e mirë. E për burra e kam një detyrë tjetër. Detyra për burra sot është, nëse ti sinqerisht i thu vetvetit se ja dën të mirë grave, skogalja është nona, mota, grua, qika, nuk është më rëndësi, nëse sinqerisht do m'ja bon një të mirë grave në jetën tonë, do m'ja bon një dhuratë, nuk mundesh m'ja bon një dhuratë për cilës përfiton edhe ti, se ajo nuk është dhuratë. M'ja fal dikujt një darkë, a një pushim deti, a diçka ku edhe ti merr pjesë në çat sen, ajo nuk është dhuratë. Ajo është shijim edhe për ty, është eksperiencë edhe për ty. Edhe ti përfiton prej aty në senave. Ajo nuk është dhuratë. Nëse ti sinqerisht do me gëzu dikone, do m'ja bon një dhuratë, për shembull për një ditë se sot, bënja një dhuratë për cilës ti sen nuk fiton. Për shembull, nashta ju ka prish diçka në shtëpi, shkoj në rreqja, pa pas nevojë më të pyet dikush 3 herë. Nashta kerri i saj nuk ka benzin, hajt shko mushja 10-25 orë, nuk di. Nashta ka qef më shku me në rreq flokte, thajte, shko paguja për 3 muaj, shko te frizeri, paguja për 3 muaj, edhe ajo shkon kur ti kanë me nën. Apo nashta gruaja jote ka nevojë më shku naj pushim nashta me motrat vet, po si ka parat. Paguja pushimin për më shku me motrat vet. Nuk është nevoja ti më shku atë. Ose e din se e ka marrë malli me pa nonën e vet. Bleja një bilet le të shkon te nona vet. Shumë thjesht. Një dhuratë për cilës edhe ti përfiton diçka nuk është dhuratë. E tash du me thonë një sen se zdia jëm gjendje me thonë që shkom qef me thonë, po ka më mënu. Sipas biologjike e psikologjie, gratë janë ato që e marrin shërbimin e burrave. E burrat shërbejnë. Kanë qef më na bohe zmeti, na mëron dashnim me ta. Normal është burri ai që shërben, e gruaja ajo që e shijon situatë. Kjo është si biologji, si psikologji, është e vërtetuar, kështu se mos më lodhni në komente, okay? Kjo fakt. Na për fakte këto nuk debatojmë, vazhdojmë. E ky fakt është i veçantë se është shumë lehtë një burr që është dikush që të mbrohen, e të ringati, e normal edhe ti pagun sanet në jetën diture, ti hek do kasavete, sidomos kasavete financiare, është një dhuratë shumë e madhe për gra. Tepër e madhe. Çdo gru e çdo njeri lakmon me flajt shpirti afër partnerit. Është një kërkesë, një nevojë shumë natyrale, shumë normale. Po kjo ndjenja rahatësisë së shpirtit do të më konë normë, e jo një përjashtim për 1 ditë a 2 ditë në vit. Pse nuk është norma? Ti e din se krejt që të gjeset që ja bën nësot në shtagru se shoqes e bën të lumtur. Pse si ja bën ma shpesh në vit, e veç 1 ditë? Edhe po, absolutisht, këtë sjellje pres edhe pe grave, normal, se edhe gra ka dë që sillen totalisht katastrofale, okay? Ato s'pe mohaj. Shumë gra nuk janë të pafajshëm kur lidhja shkon për uflla. Okej, absolutisht dakord në këtë pikë. Tash skogala e kështu sipas biologjike e psikologjie, na si gra, gjithë shkafën që na jep ti neve, na e shumojmë. Më na jep dashnin, na ta kthejmë me shumë dashni. Më na jep edhnimin ose injorimin ose mos sill ftoft me neve, edhe na sillem edhe më ftoft me juve. Shkata që na jep neve, na e shumojmë. Kjo është natyra e grave. Na jem si pasqyrim e sjelljes t'juve. Që më thonë, si më kon ti ai që e drejton lidhjen, po na e pasqyrojmë e shumojmë.
drejtojmë, gjithë shkafin ka të na drejton ti. Ju mos sill but me neve, na sillem edhe ma but me juve. Ju më na dasht mirë, na ja dojmë edhe ma të mirë. Dashnia jo nuk ka kufi. Do më thonë, kur nuk është mënim i hupt, nëse ti na don e na shërben, nuk është kur mënim i hupt. Do më thonë, sa ma shumë na dëni, sa ma shumë vëmendje na japni, sa ma shumë na shërbeni të lifar mënyrave, aq ma shumë na zbuten për juve, na ju dojmë ma shumë, ju rujmë ma shumë, ju rrim gati ma shumë, nuk është mënim i hop. Kështu se pyetja është, nëse ti e din se gruan tonë ose shoqen tonë ose nonën tonë, sinqerisht e gëzojnë lulet, e gëzojnë çokolladat, e gëzojnë një vëmendje çashtu të vogël, një dhuratë, një diçka, një gjeste e mirë, pse nuk i bën ma shpesh gjatë vitit? Pse nuk i përsërit edhe pa pas nevojë më konë naj ditë speciale, po veç për qef, veç se din se e gëzën. Se unë e di, ton burra, ton njerëz, gjithkosh ka qef me jetu një jetë plot dashni, plot lumturi, plot butësi. E nëse ti mundesh me kriju qatë butësi, pse nuk e krijon ma shumë pa pas nevoje, ma shpesh, pa pas nevoje më thonë dikush. Po më duket shumë e logjikshëm. Kur e di se diçka funksionon, unë e përsërite. Po më duket një proces shumë i thjesht, përsërite sa anën që funksionon ma shpesh, e ju veç për një ditë festa. Mos ta shpëtov që kjo martesën, që? Po nejse, po kthejmë te tema e fillimit, te tema e dita e grave në Kosovë. Cilla është në sipërfaqësi gjithë shumë e bukur, shumë e mirë, plot lule, plot dharata, plot festa, plot koncerte. Na di mu gëzu, na di me sheju një moment, një ditë festive. Po në fund është veç me qëti me harru se barazimi i gjenive në Kosovë nuk ekziston. Nuk ekziston. Një ditë plot iluzione, nuk i nrejsh 365 ditë pa drejtësi. E standarde 2 fisht këtë këqërsh. Unë s'po thamë bënu i mirë veç gjatë qytyne festave, po bënu i mirë se është e mira me bon, është e drejta me bon, është mirë më konë i mirë. Është mirë më sjell mirë, është mirë më sjell but, është mirë mi dasht gratë njëtën tonë. Jo veç për një ditë, po në çdo ditë vitit. Çdo njeri, çdo gru, çdo burr, çdo fëmijë e meriton me flajt shpirti nga familjes. Çdo ditë, e jo veç për një ditë në vetë.